Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Edi Rama falenderoi qytetarët që i besuan një mandat të 4 të Partisë Socialiste dhe premtoi se ky do të jetë mandati i integrimit. Që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht, duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes evropiane në vitin 2030. Nga sheshi Skënderbej, Rama përgëzoi partitë e vogla opozitare dhe u bëri thirrje që të mos ecin në gjurmët e opozitës së vjetër. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyra dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Në zgjedhjet e 11 majit, Rama garantoi 83 mandate deputetësh nga 140 vende në parlament. Sali Berisha mlodhi për herë të parë drejtuesit politik të qarqeve pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Mësohet se Berisha u ka lënë porosi drejtuesve që të mbledhin sa më shumë persona në protestën e 16 majit dhe të faktojnë dhe dokumentojnë, siç e quan ai, farsën elektorale të 11 majit. Ai garantoi se ndërkombëtarët do të binden dhe nuk do t'i njohin zgjedhjet e 11 majit. Ish kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spau të riqit nga politika. Jam i shokuar me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Këto zgjedhje ishin të fundit të karrierës sime aktive në parlament, deklaroi Spau. Ai pranon dhe gjendjen e Partisë Demokratike dhe ka një mesazh për leadershipin. I uroj Partisë Demokratike të gjejë forcën për të kaluar gjendjen e rëndë ku ndodhet dhe të arritë rikthehet në shpresë për Shqipërinë, deklaron Edmond Spau. Pranë Parkut Olimpik vijon numërimi i zarfeve të ardhur nga diaspora, ndërkohë rezultati paraprak nxjerr fituese me 83 mandate Partisë Socialiste. Komisioni vendosi që çdo votë e ardhur nga emigrantët në shtetin grek do të numërohej. Pak ditë më parë, kreu i KQZ-s Iliran Cilibashi vendosi mos numërimin e votave të Greqisë dhe vijimin e numërimit të zarfeve të tjera të ardhura nga migrantët nga mbi 80 shtete. Partia Demokratike përmes një deklarate ka apeluar pranë kolegjit zgjedhor vendimin e Komisionit Tankimimit sa i takon votave të Greqisë. Përmes kësaj shkrese, demokratët kërkojnë lënien e fuqisë të vendimit të Cilibashit dhe shfuqizimin e vendimit të Komisionit Tankimimit sanksioneve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.